Të nderuar shikues të Veriu Sport, ju përshëndes drejt për së drejti nga pallati I sportit, apo me saksisht sipas emërtimit që ka, edhe vetë ambienti sportiv Parku Olimpik Feti Borova I kryeqytetit të Tiranë, ku pritet të nisë gjysmëfinalja e parë fazës Final Four, pikisht në kampionatin kombëtar të futsallit, luan Vllaznia e Shkodrës dhe Flamurtari I Vlorës. Të dy skuadrat sapo janë prezantuar në fushën e lojës. Vllaznia është në krahun e majt të ekranit tuaj me kostumin e saj karakteristik, kuqe blu e ka të zakonshme, por sot luan me uniformat e bardha, ndërkohë që në krahun e djathtë është Flamurtari me fanilat e kuqe, mbathjet e zeza. Aksioni I parë më njëherë për Vllaznin, e cila ka nisur lojën me Fatos Beharin në portë, me kapitenin dhe njëherë të trajnerin Ersit Tafili, me Semir Gogen, Besfort Gjoklaj dhe Denis Shokaj. Kjo është pesja e parë që dyshja drejtuese, trajneri Alsit Tafili dhe drejtori sportiv Arben Xhaferi kanë fiksuar, pra pesja e parë në fund, ndërkohë që në pankinë janë edhe forcat e tjera, dhe sulmi I parë për Vllaznin është Çokaj që ka rrezikuar sulmi I parë I rrezikshëm për Vllaznin, dhe vjen me një fort kjo e majtë Semir Gokajt, dy goditje rravazi të Vllaznisë së Shkodrës. Përpiqet Flamurtari të reagojë pas këtij fillimi të vrullshëm të ekipit të Vllaznisë. Janë dy skuadra të nderuar shikues të Veriu Sport, rivalet të denjë të njëra tjetrës. Kujtojmë që në dy fazat e kampionatit përballjet e luajtur në pallatin e sportit Flamurtari të Vlorës dhe atë Stadium Nervishit të Shkodrës janë mbyllur me shifra të ngushta 5-4 në favor të ekipit të Vllaznisë. Dy fitore me diferencë minimale golas dhe gjujtja e parë e ekipit Vlonjat përmes numrit 9 është Clark Klaus, është djali I trajnerit Mario Kalos. Flamurtari ka nisur lojën me këtë përbërje, Alban Shiba është në portë, Erard Leci, Jordan Kapaj, Oltion Rapa dhe Clark Kalos janë në pesën e parë. Tjetër sulm me ekipit të Flamurtarit, Leci nga krahun e majt ka shpërdoruar në rrëshitje e sipër. Ishte pikërisht Clark Kalos, duket më rrezikshëm për skuadrën vlonjate në këtë fillim të takimit. Tafili për Çokaj në zotron topin Flamurtari. Leci ka gabuar në përdorimin e topit, I takon Vllaznisë ky top. Çokaj, Tafili. Semir Gokaj, I cili shuhet për të majtën e tij perfekte. Luhet minuta e dytë të ndeshjes, apo është mbyllur. Vllaznia 0, Flamurtari 0. Gjysmëfinalja e parë e fazës finale
kampionati kombëtar I futsallit. Ndërkohë që më njerë pasandeshe do t'jetë gjysmëfinala tjetër në mes ekipit të Tiranës dhe forcave të armatosura dhe 2 fitueset e çifteve të sotme do të luajnë në finale me datë 7 sheshor, por në këtë pallat sporti për të përcaktuar skuadrën kampione të Shqipërisë për sezonin 2025-2026. Rikthehemi në fushë. Gokaj kombinon me Gjoklan, I cili drejtohet portës kundërshtare. Ky Gjoklan I fort kjo gjujtje e tij. Ka përfunduar jashtë katërkëndorit e portës Vlonjate. Takimi po gjykohet nga arbitri ndërkombëtar Albano Stollaj, si arbitri I parë, arbitri ndërkombëtar I licencuar nga UEFA për kampionatin e futsallit. Kolegi I asistent është Arlind Subashi, ndërkohë që në kronometër është Felix Kolleshi. Delegati I Federatës Shqiptare të Futbollit është Klajdi Përpunja, I zakonshmi që ndjekë nga pranë gjitha ndeshjet e kampionatit kombëtar të futsallit. Ka qenë vazhdimisht I pranishëm në pallatin e sporteve Qazim Dervishi të Shkodrës në duelet që vllaznia luan në kampionat. Tafili, kapiteni I skuadrës së vllaznisë, por edhe një herët I trajneri I Kuqe Bluve, Çokaj është bllokuar nga Leci, futbollisti I Tiranës që luan për flamurtarin, kapiteni Jordan Kapaj. Topi përfundon gjatë vijave kufizuese. Semir Gokaj për vllaznisë aksion kombinon me Tafilin. Nga krahu I majt, gjujtje me të majtën nga kapiteni Tafili, ka pritur portieri Alban Shiba. Në lojë tashmë në këtë moment është edhe Xhahysa I sapo aktivizuar, Rigers Xhahysa që vjen nga futbolli I madh dhe luan tashmë për ekipin e futsallit. Xhahysa I sapo aktivizuar nga trajneri I pankinës Arben Xhaferi, ndërkohë që trajneri Rali Vllaznis, kapiteni Alfit Tafili është në fushën e lojës. Gjysmë finale e parë e fazës finale, Final Four të futsallit ka nisur në orën 17 në parkun olimpik Fetiborova të kryeqytetit dhe pas kësaj ndeshje do të jetë gjysmëfinala tjetër në mes ekipit të Tiranës dhe forcave të armatosura. 2 fitueset e këtyre 2 skuadrave, këtyre 2 çifteve do të ndeshen me datë 7 qershor në finale pikërisht në këtë pallat sporti për të shpallur ekipin kampion për sezonin 2026-2025-2026. Kujtojmë që jemi drejt për drejt të nderuar shikues përmes kanalit ton Veriu Sport. Një moment ideal për të kaluar avantazh ishte një asist perfekt I Gokajt për Çokajt. Nuk arrin të shënoj. Është një fundjavë sportive kur kemi parasysh që vetëm 2 orë më pas, vetëm pak metra larg nga parku olimpik Fetiborova e kryeqytetit do të jetë ndeshja e raundit të tretë të Final Four për ambiciozitet superiore Vllaznia Elbasani. Njëra prej ndeshjeve prej 2 çifteve të fundit. Ndërkohë që tjetra, por në të njëjtën orë në 19 do të luhet në Elbasan Arena në mes Ignatios dhe Dinamos.
Akoma nuk dihet saksisht se kush do të jetë kampion e Shqipërisë, do të jenë 2 trofe. Një në stadiumin Arena Kombëtare e kryeqytetit dhe trofeu tjetër do të jetë në Elbasan Arena dhe në përfundim të dyja ndeshjeve do të përcaktohet fituesi i ekipi kampion, ku Federata Shqiptare e Futbollit do të kurrizojë skuadrën kampione, natyrisht që më pranë dhe shumë pranë duhet theksuar është Egnatia, që ka bërë një performancë të jashtëzakonshme në këtë fazë finale përballë një vllaznie zhgënjyese, duhet thënë, ku ka humbur 2 ndeshjet e para, fillimisht me Dinamon dhe pas me Egnatian. Por si të qofte, ka dhe kombinime të tilla rezultatesh që nëse Dinamo arrin të mund Egnatian dhe nëse vllaznia fiton ndaj Elbasanit, është vllaznia kampione, apo diçka tjetër me skuadrat e tjera. Goditë të dënimi për ekipin e Flamurtarit. Ka një reagim nga trajneri Kalus dhe kartoni verdh i akorduar nga gjyqtari kryesor i ndeshjes Albano Stolaj ndaj Mario Kalus, trajnerit e ekipit Vlonjat. 4 fanelat të kuqe të Flamurtarit pranë topit për të ekzekutuar të goditje të dënimit, duket që është kapiteni Jordan Kapaj. Asnjëri nuk e godet, por është dhe Kapaj që e shpërdoron dhe aksion i shpejt i vllaznisë, por duket që ka nisur jashtë rregullores aksionin vllaznia. Ndërkohë shikojmë që në lojë është edhe Ari Djepagjia, i ka munguar vllaznisë kryemër për disa ndeshje në këtë kampionat për arsye dëmtimi dhe aktivizimi sot në fushën e lojës është një lajm i mirë për ekipin kuqe blu. Përvoja e Djepagjis është e dobishme për ekipin e vllaznisë. Tafili nga majta, që Tafili e fortë. Kjo gjujtje e tij kalon mbi traversën e portierit Alban Shiba të Flamurtarit. Minuta e 6 për pjesën e parë, 0 vllaznia, 0 Flamurtari. Gjysmëfinalja e parë e fazës finale të futsallit. Leci për skuadrën vlonjate, Kapaj. Sta është numri 25 Toska. Kapaj sa nuk arrin ta zotroj topin. Është një fillim i shpejt nga të dyja skuadrat, por duket që vllaznia ka më tepër për iniciativën. Kërkon avantazhin sa më shpejt. Objektivi i kuqe bluve është për të avancuar në finale dhe për të fituar dhe trofeun, po për të shkuar në finale dhe për të fituar trofeun duhet të kaluar Flamurtari, që është një kockë fort për vllaznin. Mjafton të kujtojmë që të dyja ndeshjet e fazës parë dhe të dytë janë mbyllur me rezultate në ngushtë 5-4 në favor të vllaznisë, por me një lojë spektakolare e fortë kjo gjujtje e Djepagjis. Ballore shumë pranë pingunës së djathtë portierit Shiba. Kanë qenë 2 ballafaqime me të vërtetë emocionuese, si është edhe kjo sotmja. Fatos Behari nis për njëherë Djepagjia për Gokajn. Behari, Tafili, Gokaj, Djepagjia dhe Samir Hyseni, i sapo aktivizuar në lojë. E freskon formacionin trajneri Xhaferi. Her pasere. Djepagjia, Tafili, Gokaj, Hyseni dhe Behari është pesja formacionit në këto momente. Kapiteni Aktiv Tafili. Një karrierë gjatë me sportin e futbollit të madh dhe të futsallit. Tafili. Hyseni për Gokaj nga djathta, kombinon me Tafilin. Hyseni e majt ati, për ka pritur portieri Alban Shiba. Dhe tek Flamurtari ka lëvizje në formacion, në të moment është në lojë edhe Ulken Rapa është pjesë e formacionit në fakt, por edhe ka edhe lëvizje
siç është edhe topi për flamurtarin. Leci. Kafili. Nis kjo aksion I vllaznis nga krahu I majt, kombinon me Hysenin, që kërkon të zërën e befasisht Shqipen, por reagon më njërë Shqipa, e ka për këtë top dhe flamurtari nis aksionin me Lecin. Një gjysmë finale luftarake, denjë për të dyja skuadrat për të shkuar në finale. Vllaznia e kërkon edhe flamurtari finalen. Gjoklaj e djathtë fort kjo gjuhetje Besford Gjoklaj pret pozicion Alban Shiba, portieri I ekipit të flamurtarit. Toska ka gabuar, e ka larguar topin, por pa adres. Jemi futur në harku në minutës së 10 të pjesës parë, gjithnjë 0 Vllaznia dhe 0 flamurtari. 10 minuta përpjekje nga të dyja skuadrat, por pa dhënë rezultatin e duhur. Tafili kombinon me Samir Hysenin. Tafili përsëri. Gjoklaj top për Djepagjin, që ka fërkuar tek numri 17 e Resulli. Djepagjia top për kapitenin Tafili. Ka njësë minuta e 11 për pjesën e parë. Gjithnjë 0-0. Sulme dhe kundër sulme nga të dyja skuadrat. Natyrisht fal presionet e vllaznis në provë është vënë portieri Alban Shiba, I cili ka reaguar në mënyrën më të mirë në këto minuta, duke ruajtur të paprekur rrjetën e tij. Letsi, finde ti, bolohet nga Gjoklaj, kapiteni Tafili, ka dalë fitues në luftimin me Lecin, përsëri Tafili, finde ti, Hyseni për Gjoklaj, pastaj Djepagjia, çarkullimi dentro I topit për skuadrën Kuqeblu. Një gjysmë finale interesante kjo. Ka ndërhyrë kapiteni Jordan Kapaj për ekipin e flamurtarit, ndërrim tek Lonjatët, largohet Leci, rikthehet në formacion dhe Kapaj. Është pikërisht Clark Kalus. Gjoklaj, finde e tij, mbolohet nga Kalus me shumë forcë. Përsëri kapiteni I vllaznisë Alcid Tafili. Luhet minuta 12, 0-0 kjo pjesë e parë. Provon Gjoklaj për pa sukses. Ndrim tek Vllaznia, largohet Samir Hyseni, rikthehet në lojë Semir Gogaj. Është një lojë plot ritëm. Ka nevojë edhe për freskim të formacionit herës, gjë të cilin trajneri Xhaferi në pankinë e bën mes miri. Kapaj, Kalus, përsëri Kalus, aksioni I tij individual, Kalus, gjuan me forcë, pranë golit
Pranë golit Flamurtari, aksioni më i rrezikshëm për skuadrën e Flamurtarit pas një gjuhetje nga e djatha Kalus, prandaj ishte Olton Rapa që gati e dërgoi topet në rrjetën e portës Beharit, por vazhdon rezultati i bardhë 0-0. Lokaj i Vzhikut në këtë moment është aktivizuar tek formacioni i parë i Vllaznisë, është Joalti Vzhiku, dhe ky një futbollist i ardhur nga Akademia Vllaznia, por që ka luajtur edhe jashtë Shqipërisë në futbollin e madh. Presidenca e futsallit shkodrane ka bërë lëvizje interesante në këtë sezon, duke bërë merkato interesante dhe shumë cilësore. Aksioni i Flamurtarit i rrezikshëm, shumë i rrezikshëm ky moment. Ka shpejtuar portën i Vziku, Joalti Vziku ka ndërhyrë me kokë duke shpejtuar portën i Vziku. Flamurtari ka reaguar në këtë moment e përsëri. Flamurtari ka një lëvizje pozitive në këto minuta. Flamurtari është bë diktues në fushën e lojës pas një fillimi me një presion më të madh nga ekipi i Vllaznisë së futsallit. Tashmë Flamurtari që ka arritur të paraspeshoj edhe ritmin e takimit, duke qenë ai rrezikues, pushimi i kërkuar nga trajneri i Vllaznisë Arben Xhaferi, kur luhet është në përfundim minuta 14. Kujtojmë edhe një herë përbërjet të skuadrave, ku Vllaznia në formacionin e parë e ka filluar me Fatos Beharin port, Alcid Tafili, kapiteni i skuadrës, Semir Gokaj, Besfort Gjoklej dhe Denis Çokaj në bankinë, Ari Djepaxhia, Samir Hyseni, Joalti Vziku, Mateo Çardaku, Rigers Gjohysa, Rej Boshti, Harald Jahaj dhe Maldin Tafa. Trajner Alcid Tafili dhe Arben Xhaferi. Në krahun tjetër, Flamurtari ka këtë përbërje në protokoll, është Alban Shiba, Erad Leci, Jordan Kapaj, kapiteni i skuadrës, Rufren Cenellaj, Oltion Rapa, Jurgen Toska, Clark Kalus, Ani Gjyheri, është Resuli, tani është Mario Kalus, takimin po e gjikon si kryesor arbitri ndërkombëtar i futsallit Albano Stolej, kolegi i tij është Arlind Subashi dhe në kronometër Felix Kolleshi. Klajti Përpunja është i deleguar i Federatës Shqiptare të Futsallit. Ka një prekje me dorë. Nga ana e Vllaznisë dhe vështërim në favor të Flamurtarit. Leci për ekipin e Flamurtarit. Tashmë ndeshja është ndezur së tepër mbi falë dhe një rritje të ndjeshme të skuadrës vlonjate në 2-3 minutat e fundit, apo me saktë mund të themi 50 minutat e fundit të transmetimit tonë, ndërkohë që Vllaznia ishte më iniciator në startin e takimit. Kujtojmë që Vllaznia ndjekë dhe një numër i konsiderueshëm tifozësh shkodran, të cilët sot kanë pasur dhe privilegjin, shansin që të ndjekin 2 ndeshje të Vllaznisë të Kuçeblove, fillimisht futsallën që po luhet në këtë moment që nga ora 17 në Parkun Olimpik Fedi Porova, dhe pastaj në orën 19 do të ndjekin në arena kombëtare supersfidën Vllaznia Elbasani, që është konsideruar një finale e madhe, por që është zbehur në fakt fal humeve të Vllaznisë. Por sërish ka një shpresë të kombinim rezultatesh, shpresat pakta, por shpresat ekzistojnë. Çokaj ka rrezikuar, pra është boluar nga numri 8 Rapa,
Dhe nis aksioni shpejt me Tosken. Dhe ka devijuar në korner besfort Gjoklaj. Pra shikonet të ndëruar, shikues sa ritëm të shpejt ka futsala. Dhe sidomos kjo gjysmë finale dhe një gjuajtje spektakel Erad Lecit nga distanca dhe po aq spektakel i dhuruar nga portieri Fatos Behari që ka grushtuar në korner si që bërë dhe në të momente dhe shënjestra e flamurtarit tashmë është Porta Vllaznis. Një flamurtar që është rritur shumë në këto momente dhe në gatishmëri është portieri Fatos Behari që në 2 momente ka qenë shpejtimtari kryesor i Portës së Vllaznis. Kujtoj të ndëruar shikues se këtë ndeshje po e transmetoj duke pasur pranë edhe një kolektimin i cili është i njohur për amatorët e shumë sporteve, sidomos të futbollit, ndjek me vëmendje edhe shumë skuadra. Përpos Vllaznis është i deklaruar edhe një simpatizanti i Vllaznis dhe shumë skuadra të qarkut verior, sidomos të kategorisë parë, të dytë dhe të tretë është Fatos Lamaj. Pasionanti i komentimit i marrë një mendim të shpejt, Lamaj, një gjysmë finale shumë interesante, plot ritëm. E vërtet Gasper, në fakt është një ndeshje e cila duket se nuk dihet ende kur teksa po vjen fundi i pjesës së parë të 20 minutave dhe ende nuk kemi parë, nuk dim se kush do dalë skuadra fituese. Futsalla pas ka ritëm ndryshe nga futbolli i madh dhe sidomos të fusha dhe terrenet të tilla tregojnë gjithmonë që askush nuk e ka të sigurt fitoren deri në sekondat e fundit. Faleminderit i kolegu Lamaj, me të drejtë komentoi mjaft mirë dhe kolegu Fatos Lamaj është një ndeshje plot rivalitet, plot grindesh, me shumë emocione. Të dyja skuadrat kërkojnë të shkepusin fitoren njëra tjetrës, por për të fituar duhet goli. Ai akoma nuk ka dalë në dritë. E kërkon Vllaznia me ngulme, kërkoi shumë në 10 minutën e parë dhe me pas është flamurtari që ka reaguar e ka rritur ndjeshëm ritmin e lojës, kartoni verdh në dëm të numrit 9 dhe Clark Kalus. Flamurtari me të vërtet dinjitos si s'ka qenë në 2 fazat e parë dhe të dytë, është mundur me një rezultat minimal 5-4 në Vlorë dhe në Shkodër. Dhe i tillë është edhe sot një baraspesh 0-0 ku luhet minuta e 17. Gjyhtari Albano Stole diçka komunikon me gjyhtarinë qendrore. Është Emir Gokaj edhe kolegu i tij Subashi është paraqitur tek tavolina e gjyhtarisë, duke dim se çfarë vendimi do të ketë, ka ndonjë pikë pyetje për numrin ndoshta të faullave apo të tillë, sepse rregulloria e futsallit përcakton edhe në varësitë e faullave. Kanë edhe vendimmarrja që shpeshherë vjen edhe me penalti kur është numri i caktuar, por nuk ka, është një gjujtje me 2 takime, thekson gjyhtari Albano Stolaj. Kështu tregon edhe Dorati dhe Kokaj ka kërkuar atje Mateo Çardakun, i sa po aktivizuar, nuk arriti, nuk e kuptoj sa duhet ishte me i shpejt dhe një prekje sa do e pak e ti e Çardakut mund ta çonte topin të rrjet. Ku në përgjithë të flamurtari me Clark Kalus, pastaj Çokaj, gjithje Çokaj, mund të pasonte tek Çardaku, vonoi por Kalus veprimet e tij individuale ka ndyrë Tafili kartoni verdh. Kartoni verdh, vërshëdhim në favor të flamurtarit, kartoni verdh në dëm të Tafilit. Ishte numri 9, Clark Kalus e depërtoi në mënyrë individuale mjeshtrore
në dy luftim me kapitenin Tafili, është dëmtuar, është rrëzuar, ka marrë këtë faull. Kërkon diçka më tepër trajneri Mario Carlos nga trupa gjykuese. Kujtojmë se pikërisht numri 9 që u dëmtua dhe mori këtë faull është pikërisht djali i trajnerit Mario Carlos, është i familje sportive. Kur dhe djali tjetër ka luajtur për shumë kohë, ka kontribuar për ekipin e Flamurtarit. Goditje dënimi në favor të skuadrës Vlonjate, kur është minuta e 17. Vetë Clark Carlos që do ta ekzekutoj, do të kemi një pasim kombinim apo gjujtje direkte që do ta shikojmë me pas. Djathtas është Leci që është lënë i zbuluar që në çdo moment është shumë i rrezikshëm. Nëse shkon topi tek Leci, e majta ati është me të vërtetë perfekte, siç ishte pak më herët kur me vështirësi portieri Fatos Behari evitoi golin në portën e Vllaznisë. Një mur tek me Mateo Çardakun e Vllaznisë. Shikojmë Djathtas është Leci i zbuluar. Po Gjuan vetë djathën e tij. Drejt për drejt në portën e Vllaznisë reagon Fatos Behari dhe një dorë e tij e shtrirë, një majtë e tij e ka dërguar topin në korne. Vazhdon presioni i Flamurtarit. Për të shpërë Çokaj. Tashmë është Vllaznia që kërkon diçka më tepër se faulli. Futsal është shumë e diskutueshme, shumë është me një ritëm të lartë, ka një raport në tjetën, aksionet, përballjet, faullet, reagimet e trajnerëve janë gjitha pjesë emocionale e kësaj ndeshje. Çardaku, Tafili. Shpërdoret kjo aksion i Vllaznisë. Edhe 3 minuta nga fundi për pjesën e parë, 0 Vllaznia, 0 Flamurtari. Kujtojmë që jemi drejt për drejtit të ndëruar shikues të Veriu Sport, jemi drejt për drejt nga Parku Olimpik Feti Borova i kryeqytetit. Unë jam Gaspar Marku në rolin e komentatorit që po përcjell emocionet e kësaj gjysmë finale shumë interesante. Njëra prej tyre shkon në finale, duke pritur fituesin e çiftit tjetër, Tirana Forcat e Armatosura. Ku dy fituesit do të përballen me datë 7 qershor në finalen e madhe për të shpallur ekipin kampion. Gokaj. Gjithnjë 0-0 kjo supersfidë që po luhet në kryeqytet. Tafili, Çokaj, përsëri për Tafilin topi. Aty shkojnë të gjitha topat nga këmbët e Tafilit. Dhe ishte një kombinim ideal. Gokaj Tafili, por Tafili nuk arriti ta kapsiduar këtë pasim të Gokajt. Tashmë zhvendoset rrezikshmëria tek porta Vllaznisë, por pa problem Behari nisë Çokaj që gjuan fluturimzi. Grushton portieri Alban Shiba. Shikoni pra si zhvendosen skenat të nderuar shikues të Veriu Sport nga një raport tek tjetra. Një gjysmë finale shumë luftarake, me një ritëm të lartë, me raste të shumta, por akoma pa asnjë gol. Kur duhen edhe 2 minuta dhe 13 sekonda nga fundi i kësaj pjese. Përsëri Vllaznia ka topin zotrim nga vija anësore. Gokaj që jo shumë larg ka qenë pjesë e Flamurtarit, duke u shpatur dhe kampion i Shqipërisë. Por i rikthyer në Shkodër, Gokaj me shok ka fituar titullin kampion të parë për Vllaznin pas një pauze të gjatë të futsallit. Vllaznia është kampione kombëtare në fuqi. Pushimi i kërkuar i dyti në këtë pjesë të parë nga trajneri i Vllaznisë
Arben Xhaferi që është rolin e drejtorit sportiv, po shikojmë që kapiteni Tafili diçka po diskuton me kampin Vënjat, nuk e di arsyeën e saktë, por nuk ka diçka problematike, ndeshja shumë luftarake, por me një fair play të vërtet, ajo çfarë ka me të rëndësi, shifrat janë të bardha, 0 vllaznia, 0 flamurtari, ku duhet edhe 1 minutë dhe 56 sekonda nga fundi për të mbyllur kjo pjesë e parë. Gjyqtarët Albano Stollaj dhe Alid Subashi janë në mes të fushës, presin pushimin e dy skuadrave. Rikujtojmë edhe një herë për pyetjet e skuadrave, ku vendin luan me Fatos Behajn, Arsit Tafilin, Semir Gokajn, Besfort Gjoklajn, Denis Çokaj, Aridi Baxhia, Samir Hyseni, Joal Ivziku, Mateo Çardaku, Riger Xahysa, Rej Poshti, Harald Jahaj dhe Maldin Tafa. Ndërkohë flamurtari ka të përbërjen protokoll Alban Shiba, Erald Lece, Jordan Kapaj, Rofrence Nellaj, Olkan Rapa, Jurgen Toska, Clark Kalus, Ani Gjyheri dhe Resuli. Trajneri i ekipit flamurtarit është Mario Kalus. Tafili kombinon me Kokajn, pastaj edhe me Gjoklaj, sërish për Tafili, Gjoklaj, ka spëtuar me Gjoklaj. Sërish për Tafili, ai është dirigenti i skuadrës ku që blu, të gjitha topat adresohen tek ai nisë çdo aksion të vllaznisë. Gokaj tek Tafili kërkon një hapësirë për të pasura për të goditur, shpeshherë dorën spektakël, me goditjet e tij potente. Gokaj, qarkullimi dendur i vllaznisë, kërkon zona të lira, skuadra shkodrane. Jemi futur në minutën e fundit, kronometri ecën, edhe 41 sekonda, vllaznia vazhdon të këmbgul, po vonohet shumë në këtë aksion dhe duket se kërkon ta kurorëzoj me sukses Djepaxhia. Bllokohet nga kapiteni Kapaj. Edhe 28 sekonda nga mbyllja pjesës parë, gjithnjë 0-0. Sërish për vllaznia me topin e zotërimit. Tafili, Gjoklaj nga krahu i majës, postohet gjuan forte, bllokohet nga numri 8 Rapa, përsëri vllaznia, Djepaxhia ka gabuar në pas, topi kalon tek skuadra Vronjatës që kërkon ta shfrytëzojë këtë mbyllje të pjesës parë, ku duhen edhe 7 sekonda për të vështirësuar gjyqtarët e takimit Solaj dhe Subashi. Topi për flamurtarin është Leci nga vija anësore. Diçka ka pasur në ekzekutim sipas rregullores, gjyqtari Stole ka dalluar. Jo rregull, të njëjtë gjë dallon edhe për flamurtarin, dy vendimet e një pasnjëshme, e para për të njëjtën element, nisjen nga vija anësore jo të rregullt për flamurtarin dhe po ashtu për vllaznin. Është një gjyqtar ndërkombëtar, i licencuar gjyqtari Stolaj për futsal dhe tregohet i rrep në zbatimin e rregullores. Se Gokaj, por nuk ka kohë, nuk arrin të kurzohet ky sulm i vllaznisë, sepse dëgjohet vështëllima e gjyqtarit Stolaj dhe Subashi. Është mbyllur pjesa e parë 0-0 me një superndeshje shumë luftarakte dhe plot grind me rivalitet, por pa gol, 0-0. Kaq për pjesën e parë, mos u largoni nga portali Veriu Sport, do të jemi përsëri së bashku pas pak minutash pushim. Deri atëherë, mirupafshim.